korrigjohet plani zhvillimor komunal, nuk mund të revidohet plani zhvillimor komunal. Zhvillimor komunal mund të revidohet edhe janë 5 në kërkesë. Ju premtoj qytetarëve të komunës Rahovecit se nuk qëndron që s'ka drejt me shkut edhe të Kaçi. Nuk ka ligj të veçantë për komunën e Rahovecit që në Lipjan pa bojka, e në Rahovec nuk pa bojka. Etazhiteti nuk përcaktohet edhe nuk u bëron nga dëshira e ndonjërit prej nesh. Është i bazuar në dokumentet planifikimit hapësinor të Kosovës, dokumentet strategjike të planifikimit, ligjit për ndërtim, dhe unë do të isha i lumtur, po këta që thonë kështu e din edhe vetë që nuk mund të korrigjohet plani zhvillimor komunal, nuk mund të revidohet plani zhvillimor komunal, pa e kaluar fatin. Unë ju tregoj një gjë. Plani zhvillimor komunal mund të revidohet edhe janë 5 në kërkesë. Që ky kryetar 11 vjet alas i din gjanat bazike. Ju lutem, plani zhvillimor komunal deri në vitin 2033. Rreth 1 duhet me qenë se 8 vjet as din me numëru. Ju lutem. Plani zhvillimor komunal. 8 vjet është, 23 kjo. Mos po mirë, që unë s'ka nevojë më korrigju dikush sepse ne plani zhvillimor komunal e kemi miratu. Plani zhvillimor komunal nuk mund të revidohet siç mendon, duhet me ndryshu infrastruktura ligjore në Kuvendin e Republikës Kosovës, e dikush flet këtu kot, flet bosh dhe s'ka ide edhe s'ka informacion edhe nuk e din si realizohet kjo punë. Koha e burimit? Plani zhvillimor komunal përcakton zonat ku lejon ndërtimet e larta, ndërtimet e ulta, zonat bujqësore e tjera, po nuk përcakton etazhitet. Etazhitetin e përcaktojnë hartat zonale, jo plani zhvillimor komunal. Nëse pretendohet që me hartat zonale me kufizu në P+5, na sot pa PZHK hiç, është leju P+5 me një kërkesë Ministrisë të Ambientit ka shku deri në P+7. Hartat zonale duhet me letu punën e investitorit, jo me ngulfat punën e investitorit. Ta kena me me letu punën e investitorit edhe zhvillimit qytetit. Ne dokumentin e hartës zonale, draftin e kemi në ministri. Edhe ata qartazi na shpjegojnë këtë fakt. Unë e di që etazhiteti përcaktohet me hartë zonale, po deri në 10 kat është perpetuum mobile i llojit parë. Nuk ekziston me ligjin për Rahovec, sepse ka edhe udhëzim administrativ, ka edhe ligj ndërtimit, ka dokumentet planifikimit dhe edhe etazhiteti me hartë zonale nuk përcaktohet pavarësisht që dëshiron dikush prej oponentëve të mi. Fjala perpetuum mobile është diçka hipotetike, diçka që ekziston edhe shpesh po përdoret. Jam i vetëdijshëm çfarë po flas. Ju premtoj qytetarëve të komunës Rahovecit se nuk qëndron që s'ka drejt me shkut edhe të Kaçi. Nuk ka ligj të veçantë për komunën e Rahovecit që në Lipjan pa bojka, e në Rahovec nuk pa bojka. Nuk qëndron ajo punë. Hartat zonale përcaktojnë etazhitetin edhe pikë nuk ka ndryshe. Qofse dikush e ka thonë ndryshe, ose se ka kuptu, ose si ka tregu drejt. Për ndryshe bëhet kjo punë. Unë jam konsult me ekspert edhe e din saktësisht se harta zonale sa lejon etazhitet në komunën e Rahovecit. Dhe kushdo që flet ndryshe, le që ka të pasakt, po përsëris. Është perpetuum mobile, është e pamundur me ligjin ekzistues, me specifikat që ka zona e Rahovecit, me plan zhvillimor komunal, sepse janë të miratuara dokumentet planifikimit dhe është ligji edhe për planifikimin hapësinor që Rahovecit P+6, shkat muj me nxjerrna e fines, do të ishte dobishme. Po ne di saktësisht që ky që e thot, këto është e pavërtet, është e pamundshme, nuk realizohet. Burim. Dëgjom, me thonë e pavërtet, unë pa flas për qytetarëve. Ndëgjom, nuk thash asnjëherë që po thu diçka të pavërtet, po si e ka qellon hiç. Unë thash e pavërtet. Unë po them që është më së vërtet për këto drejtorë qytetarëve që nuk është ashtu që ngulfat qytetin e Rahovecit harta zonale. Ato e zhbllokojnë edhe e zhvillojnë se nëse këta pretendojnë me harta zonale, me reduktu etazhitetin, janë ty e mytë qytetin e Rahovecit sepse nuk vjen asnjë investitor me 5 kate me investu në Rahovec.